Çka do të thotë që një biznesmeni si Tom Doshi i intereson të jetë me pushtetin. Tani, a do të jetë Partia Demokratike ose koalicioni për Shqipërinë madhështore e gatshme të bashkëpunojë me socialdemokratët e Tom Doshit? Kjo është pyetja, por nuk e diskutoj faktin që Tom Doshi, nëse fiton koalicioni për Shqipërinë madhështore, do të afrohet dhe do të bashkohet këtij koalicioni. Edhe qëndrimet e tij sot në fushat elektorale ku më shumë atakon eksponentët e Partisë Socialiste më bëjnë të besoj që ai ka filluar ta marrë kthesën në drejtim të atij që garanton fitoren. Po Akron Shehaj mendoni që do ta dëmtoj Partinë Demokratike, sepse lufta ka qenë edhe për databazën. Kështu që elektorati na ja ka tek e djathta. Padyshim që Akron Shehaj merr votues të Partisë Demokratike dhe të koalicionit për Shqipërinë madhështore dhe ky është një dëm i madh për Partinë Demokratike, pa asnjë diskutim. Pikërisht për këtë arsye nuk do të doja që Akron Shehaj të kishte krijuar një parti të re, aq më tepër kur jam i bindur që Sali Berisha thot të vërtetën kur thot se i kam ofruar edhe vendin e kryetarit Bashkisë së Tiranës. Do në kandidimin, që do të thotë se të pozicion, ai edhe sikur 100 vjet jetë i ketë, nuk do të arrijë kurrë. Dhe refuzimi i këtij propozimi të kryetarit Partisë Demokratike për mua ka qenë një autogol për Akron Shehaj, sepse ishte dhe mbetet një ofertë e jashtëzakonshme. Është numri 2 në kuptimin real të funksioneve dhe të autoriteteve politike në Shqipëri. Mbas kryeministit, gjithmonë kryetari i Bashkisë së Tiranës është njeriu më i rëndësishëm i këtij vendi de facto. Sigurisht de jure që është presidenti i Republikës, kryetari i parlamentit e tjerë, por në kuptimin real të menaxhimit të financave dhe të fondeve, dy persona janë më të rëndësishëm, kryeministri i vendit dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në këtë aspekt mendoj që ai ka gabuar për veten e tij. Por ndërkohë e dëmton padyshim Partinë Demokratike dhe koalicionin, sepse ai do të marrë disa mira vota dhe këto mira vota janë shumë të vlefshme për koalicionin për Shqipërinë madhështore. Është e dukshme. Madje kushdo që merr qoftë edhe 10 vota nga njëri krah apo nga tjetri krah, ato janë dëm për koalicionit ose partitë që pretendojnë fitoren ose qeverisjen e vendit. Kështu që e dëmton pa diskutim. Nëse Akron Shehaj do të ishte në lojë politike spaku në koalicion me Partinë Demokratike, nuk po them i shkrirë në Partinë Demokratike, por në koalicion me të, fitoria do të ishte akoma më e sigurt dhe më e plotë e koalicionit. Çfarë risie tjetër pristi nga ky proces zgjedhor? Risia është se pres që grabitjet, vjedhjet, blerjet e votës të jenë në një nivel më të ulët se sa në fushatat të mëparshme elektorale. Për shkak se zoti Rama ka kuptuar që nuk mund ta bëjë atë në mënyrë pa limit, në mënyrë të hapur, dhe madje me një guxim për një të marrë siç e ka bërë në të gjitha fushatat e mëparshme elektorale. Sepse ai ka kuptuar se nëse